Stereo Spase lindi në Gollomboç më 16 shtator të vitit 1914 dhe u nda nga jeta në Tiranë në 12 shtator të vitit 1989. Shkrimtari Stereo Spase u dallua me krijimet e veta, sidomos në fushën e tregimit dhe atë të romanit. Veprimtaria e tij letrare është e shumëllojshme, duke përfshirë punime pedagogjike, tekste shkollore, përkthime, artikuj të ndryshëm, monografi, tregime, romane e të tjerë. Veprimtaria e tij, sidomos ajo letrare, zë fill që nga vitet 30 të shekullit kaluar. Kthimi në muze i shtëpisë së Stereo Spases është një vlerë e shtuar për fshatin Gollomboç, por dhe për të gjithë bashkinë e Pustecit. Shtëpia e shkrimtarit është pajisur me objekte, të cilat janë përdorur prej tij apo dhe me dorëshkrime dhe dokumente. Stereo Spase është një nga shkrimtarët shqiptar më të rëndësishëm me prejardhje maqedonase, letërsinë shqiptare bashkëkohore nga fundi i shekullit të 20 dhe autor i shumë romaneve dhe tregimeve. Ai ka luftuar për përdorimin e një gjuhë të përbashkët të vetme letrare në tekstet shkollore, në gazeta dhe në revista, për një abetare të unifikuar, duke qenë misionari i progresit, sidomos në përfshatra. Në fakt, është zgjidhur pikërisht figura e Stereo Spases si një figurë me shumë vlera për sa i përket anës artistike dhe një figurë e cila bashkon më së miri vlerat e dy vendeve tona, pra Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Në kuadrët e të kësaj, nisur dhe nga kërkesa e herpashershme që komuniteti lokal na ka drejtuar ne si institucione, kemi bërë të mundur që falë bashkëpunimit me Bashkinë e Pustecit dhe konkretisht me angazhimin personal të zotit Pali Kolevski, cili është kryetari aktual i bashkisë, të bëjmë të mundur që të bashkëpunojmë në kuadër të një projekti IPA së bashku me Palën Maqedonase për të bërë të mundur që të bëjmë restaurimin e ish vatrës së kulturës në fshatin Gollomboç, pikërisht në vendlindjen e Stereo Spases, ku ai ka marrë mësimet e para dhe ka nisur le të themi jetën e tij akademike pikërisht në këtë ndërtesë ku ne ndodhemi sot. Në fakt, ndërtesa ka qenë në gjendje të miruar, për gati shumë vite, do thoja unë, për gati 100 vite, e cila ka datojnë fillesat e ndërtimit të kësaj banese. Ajo ka shërbyer si shkolla e parë e fshatit, ku aty ka marrë mësimet e para Stereo Spase, më pas ka qenë vatër kulture në kohën e monizmit dhe më pas gjatë kohës të demokracisë dhe presionit urban të viteve të fundit, ka qenë totalisht e titërsuar dhe e degraduar. Falë këtij vullneti dhe falë këtij investimi, kemi bërë të mundur që dhe me ndihmën shumë të madhe të familjarëve të Stereo Spases, të cilët me shumë kujdes dhe me fanatizëm kanë ruajtur shumë sende personale të tij, të bëjmë të mundur pikërisht çeljen e këtij muzeu në këtë banesë vërtet me vlera për sa i përket anës arkitekturore. Stereo Spase u dallua me krijimet e veta, sidomos në fushën e tregimit dhe atë të romanit. Stereo Spase në fakt njihet për vlerat e tij të jashtëzakonshme për sa i përket letërsisë që ai ka prodhuar dhe ka gjeneruar dhe vlerat që ai ka dhënë kombit shqiptar. Ai në fakt është marrë thellësisht me zonën dhe kjo zonë krenohet me të. Ai madje ka një nga thënet e tij më të bukura që unë e pëlqej shumë, thotë liçeni Prespës sot, rësjatonuset që për ditë veshin fustan të ri. Pra, her pas here ndryshon ngjyra, ndryshon vlera dhe pikërisht ky lokacion gjeografik dhe këto vlera të tilla kanë bërë që ai të ketë një muzë të jashtëzakonshme dhe të realizojë pikërisht romanet e para dhe romanin e parë filozofik, romanin Pse. Në fakt ai ka marrë shumë çmime dhe familja e tij na ka dhënë në mirëbesim maksimal, do thoja unë, dhe ka bërë të mundur që përjetësisht këto vlera ose specimenet ose dorëshkrimet, manuskriptet e para të romaneve të tij të jetojnë këtu përgjithmonë. Pra, për sa i përket vlerave që ky muze mbart, nuk ka vetëm një vlerë për sa i përket anës të interierit ku ai ka dokumentuar gjithë periudhën dhe koshtriren që nga fillesa që nga momenti kur ka lindur Stereo Spase, shtëpinë ku ai ka lindur, vendin kur ai ka celebruar martesën e tij të parë, rritet dhe më pas udhëtimet e tij të cilat ai ka qenë në Firenze, ka qenë në Itali, ka qenë në Moskë, të gjitha këto vlera që ai ka marrë ndër vite dhe më pas i ka realizuar dhe ka realizuar gjithë të krijimtari shumë të pasur, të cilën ne për fat të mirë po ekspozojmë në këtë muze. Shtëpia muze e Stereo Spases është kthyer në destinacionin turistik, ku mijëra turistë kanë pasur interes për të njohur me brendinë e shtëpisë. Por çfarë ka brenda saj? Muzeu në fakt është konceptuar në dy hapësira. Në katin 0 është një hapësirë me funksion me karakter publik, ku mund të zhvillohen evente, aktivitete, ku për fat të mirë nga do thoja unë gjatë procesit të restaurimit të kësaj banese, ka dalë në pa dhe një element shumë interesant, një element gravure i realizuar në mënyrë naive nga një nxënës i kësaj klase. Nuk kemi një datim për fat të keq, do thoja unë, të kësaj gravure, por ajo tregon elementet e një naiviteti shumë interesant që një fëmijë ose një nxënës i asaj klase ka vizatuar pikërisht fasadën e kësaj godine.
e cila na ka ndihmuar ne për të bërë një ristrukturim le të themi të projektit, pasi në fillim fare ishte parashikuar pa një herkel dhe pa balkonin karakteristik, por fal kësaj gravure kemi bërë të mundur që të përditësojmë projektin dhe të parashikojmë edhe pjesën e balkonit, i cili është vërtet shumë panoramik në pjesën e ballinës të ndërtesës. Më pas në katin e parë është vendosur gjithë koleksioni i Stereospasit, pra meselet e tij personale, ato që kanë shoqëruar atë gjatë gjithë krijimtarisë të tij, gjithashtu dhe shumë vepra të tij, të cilat janë në formën, do thoja unë, janë shumë janë i vlerësuar e këtij muzeu. Vlerësimet që ai ka marrë ndër vite, gjithashtu janë dhe sedet e tij personale, e thash, domethënë tavolina e punës ku ai ka punuar, makina e shkrimit ku ai ka përkthyer ciklin e Lindasit, një cikël shumë me vlera për sa i përket letërsisë dhe fondit të letërsisë shqiptare. Gjithashtu janë elementet të banesës të tij, rafti ku ai vendoste gjithë ftesat ose le të themi mblidhte kudo në vendet ku ai shkonte, mbante nga një element fletë të hyrjes, pra janë sedet e tij personale, mjetet e identifikimit të tij, vlerësimet që ai ka marrë ndër vite, qoftë edhe nga regjimi komunist, por qoftë edhe në vitet e demokracisë, pra do thoja unë është gjithë jeta, vepra dhe krijimtaria e tij e vendosur pikërisht në një vend. Ky muze në fakt është i pajisur edhe me dinamikën e audios, pra ka një audio treguese e cila dokumenton dhe thot qartësisht të gjitha vlerat që ai muze mbar dhe është një vlerë e shtuar për gjithë, do thoja unë, për gjithë vizitorët të cilët janë të shumtë në numër, pra që nga hapja e këtij muzeu. Ai është një ndër shkrimtarët më të vlerësuar me çmime, para dhe pas vdekjes. Është nderuar me çmime të parakombëtare për romanet Afërdita përsëri në fshat, Buz liçenit, Zgjimi, Vëllimin me tregime, Të fala nga fshati e të tjerë.